Mesfushori kombëtares Nedim Bajrami është zgjedhur në formacionin e javës së kampionatit të Skocisë. Ditën e diela i nisi titullar dhe luajti për 75 minuta kundër Fakirk. 26 vjeçari bëri një performancë të mirë në duelin që u mbyll pa gola. Bajrami u rikthye titullar pas një kohe të gjatë mungesës të Rangers që prej 26 korrikut në një ndeshje miqësore.